Rama ishte në Amerikë tani, pritshmërit ishin që ne mund vinte në haber, ky vajt atje erdhi, majti fjalim dasëm, çdo gjë në rregull. Vajti mori garanci tek masonët. I thanë ata mos të çaj kokës e ke neve. Për këtë vajti. Mendoni që të rreth 300. Pra, armit tanë të betuar që kanë masonët, që kanë 300, që ka Illuminati. Ata e mbajnë në pushtet. Se pyetja me thjesht, Amerika është një vend demokratik. Është demokracia më e mirë dhe më e madhe në botë. Si ban bardhënie me një sharlatan si Edi Rama? Se në shqiptarë themi, më thuaj me këvete të them cili je. Atëherë thirrja u bashka bërë masonëve, jo Amerikës. Atyre s'kemi që bëjmë. Atëherë s'ka zgjidhje. Ata komandojnë, dhe Amerikën edhe botën, ata e komandojnë, nuk bëhet fjalë fare, janë 300 edhe Illuminati, ata e komandojnë botën. Dhe prandaj ka partiset Edi Rama. Prandaj Edi Rama thot dojke kur të dua unë, i thot Blendi Fevziut. Avokat, megjithatë në mandatin e 4, me gjithë të mbështetje që u tha dhe nga Amerika, nga masonët, ka diçka që mendoni që Ramën mbi tryezë në kryeministri e shqetëson, ka ndonjë shkresë, një ultimatum, një kërkesë, ka ndonjë zarf, ndonjë gjë, ka diçka që shqetëson apo është fare i qetë, po merret me shkollën verore të deputetëve të ri edhe? Imagjino sa mirë që ne jemi vendi turpeve. Ne jemi vendi turpit. Ne jemi turpi globit. Zgjidhet deputet, votojnë për deputet dhe do bëj shkollë për të qenë deputet. Ka vend të ri kjo? Pranohet kjo? Po mirë, edhe Fatmir Xhafaj për shembull edhe të tjerë lejohet t'u japin ca leksione. Leksione, more presupozohet që është politikan më zotëri. Presupozohet që do vejnë në parlament, do bëj ligje. Pra, këta i do marrë këto leksione që tallen me neve. Këta do vejnë atje vetëm për të ngritur dorën. Dhe praktikisht pushteti dhe ligji mbetet në dorë të klikës kriminale, komuniste, bolshevike të shqiptarëve. Avokat, tani duket se do presin e rritje çmimesh, se për drejtësinë po e harrojmë këto, se po vjen lufta, ndoshta nuk na vjen me raketa, por na vjen me rritje çmimesh. Ne kemi çmime 80% më të larta se në Gjermani. Po t'i ngrën akoma, atëherë dhe të na thonë shkoni vdisni. Të vrasin veten, ta mbyllim kapitullin, s'kemi që bëjmë. Me këta nuk luftojmë dot. Nuk luftojmë dot me kriminalët e mbështetur nga masonët. Po e theksoj masonët, po e theksoj. Që po e mbajnë në pushtet masonët e Edi Ramën. Dhe këtë gjë e ka thënë, se nuk e them kotun, edhe unë nuk e them pa mbështetje, e ka thënë Fatos Nano, a shikojni deklaratën e Fatos Nanos. Kështu që unë di që... I ka rrejt e forta. Dhe gjë e ka thënë që mbështetet e masonët. Tani, presim, dhe të dalim të na mbështesin, të na mbrojnë miqtë tanë Amerikanë, dhe të dalim pse flon, apo rrinë të bëjnë çfarë do qefi Edi Ramës dhe pastaj shohim me bëjmë. Zgjedhjet nuk janë një orë akoma, zgjedhjet u mund paçauri, një turp, që vetëm në Shqipëri bëhen. Atëre, çfarë bëhet? Ku do vemi? Me këta do rinë pushtet të rjetën, këta po rinë. Pse po rinë pushtet? Sepse nuk u dënuan krimit e komunizmit, sepse këta janë akoma mbështetje dhe votohen nga ata me kapele republike, nga pensionistët dhe fëmijët e tyre, dhe janë bërë më të egër një prit e tyre, fëmijët e fëmijëve të atyre, janë bërë ata më anti-shqiptar, më anti-kombëtar, më grabitës, më hajdut, më kriminal, janë ata. Avokat, më thoni edhe diçka të fundit, ju lutem. Në gjithë të vorbull, duket sikur se ka një rimendje, por dikush kishte bërë një postim që Mitropolia e Fierit kishte nisur postimet në greqisht. Tani ka shumë greka atje në Fier që duhet të ngjuan greke? Ju dini gjë? Fieri zotëri bën pjesë në Vorjoepirin e kishës greke. Kisha greke thot është tok greke nga shkumbini e poshtë. Dhe kishën në Shqipëri e kanë marrë grekët e kemi thënë me kohë ata. Ku është ky arkipeskopi?
Mor ky shkopi i kishës, kryeskopi i kishës autokefale shqiptare, ky Këlqyrioti, kush ky që shikon postime greke, po kush shteti, po kush qeveria, po kush Akademia e Shkencave, po kush popull shqiptar. Këtu gjithçka do bëhet se kanë një shqiptar i përsun këta. Gjithçka do bëhet. Dhe këtu mbretëron krimi dhe kisha greke. E kemi thënë, e themi dhe do ta themi, nuk më surprizon mua ajo që kanë bërë ata. Është krejtësisht normale për kush drejton kishën shqiptare. Avokat, në këtë kohë të vrrullshme me gjitha këto, kush është më e keqja që mund ta ndodhë? Vetëm të na edhe ndonjë raket nga Irani. Se tjetër s'ka të keqe më të madhe. Shteti, Shqipëria është boshatisur. Ekonomia është përfaqësisht jemi vetëm fukarej. Diktatura lullzon e mbretëron. Drejtësia përfaqësisht drejtësi komuniste bolshevike e vitit 46. E tham, ekonomia po mbari me sipër, pronat të tjetërsuara edhe të vjedhura, që keqe tjetër mund të na bëjnë më vetë të na vrasën, të vënë kallashikovin atje sa kalojmë një bateri, një breshëri dhe miropafshim. Më keq ka. Duke të falenderuar shumë, uroj që në këtë fillim jave optimizmit vinë në rritje. Pavarësisht se situata është, si thoni ju, e zymt. Asnjë mundësi nuk kemi për të qenë kështu optimist. Asnjë mundësi, asnjë hapësirë. Për çfarë të jem hapësirë, të jem optimist? Të lutem se ti doj ta mbyllësh edhe pastaj hap të tjera. Edhe më mban lidhur mua. Për çfarë të më bëj optimist? Do të isha optimist nëse ne do ishim zotët e naftës që prodhojmë. Si jemi ne zotët? Që do të thotë nuk do na prekte fare mbyllja e ngushtisë së Hormuzit dhe ngritja e çmimeve të naftës, sepse ne kemi naftë që eksportojmë. Rafineria do bëhet park voltaik me këto, me erë tani. I kam zhdukur. Prandaj po them, ne jemi të shkatëruar. Ne po na shkatërrojnë kjo bandë kriminalës dhe hajdutës që qeverisë Shqipërisë, bandë bolshevike. Po na shkatërrojnë, kanë marrë detyrë që të na shkatërrojnë. Dhe urdhri i masonëve është që shqiptarët të mos ekzistojnë, të zhduken afatë e dheu. Kjo politikë po zbatohet. Faleminderit. Avokat, në bisedën tjetër do flasim më gjerë dhe më gjatë për masonët, të cilët, sipas mendimit tuaj, duhet të drejtohen Britanit dhe jo Amerikës. Të kërkojmë mëshirë atyre. Se Amerika për vetë e saj varet me ata. Faleminderit shumë, avokat. Edhe unë të falenderoj ty.